imani jonë, se tek na besimi i pastët islam, është që imani njerëzve nuk është krejt gjithë herë i njëjtë. Dikush ka një iman më të mangët, dikush më të mbushur, dikush ka të plot, pra imanet dallojnë. E tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha nëse don me pas imanin sa më të plot, kush janë? E përmend një hadith e Abu Davudi dhe Sheikh Albani, thotë hadithi është i vërtet, kur tha pejgamberi sa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Njeriu që ka imanin më të plotin, cili është ai që është më i miri në sjelljen moral, në etik. Por këto janë përfitime dhe të tjera që përfitojna nëse bëhemi njerëz të moralshëm, të mirë, siç ka qenë me etikën e pejgamberit, prijesit ton, udhëheqësit ton, edhe që na shpresojna që kemi dëshirë që të jemi nën rrethin e tij ditën kur të dalmi para Allahut azza wa jalla.